patronazhimi është legjitim, nuk është që ju keni njerëz që punojnë për ju. Patronazhimi jashtë ligjit e kësha fjalën. Patronazhimi. Kush është jashtë ligjit? Ja ku ta them. Ai patronazhimi jashtë ligjit. Patronazhimi nuk është që ata punojnë për Partinë Socialiste. Kriminaliteti atyre fillon kur ata marrin vjedhin të dhënat e mia nga Akshi edhe kjo është në raport. Edhe kjo është në raport. Jo, fare, zero. Për çfarë dhënë bëhet fjalë? Nuk janë për çfarë dhënë bëhet fjalë? Pra, për çfarë asnjë dhënë, për çfarë? Ishte edhe raportin e SBO qindra denoncime të njerëzve që kanë mbi 10 vjet të ardhur në Shqipëri, që kanë lënë të dhënat e tyre vetëm në Aksh dhe figurojnë në listat e patronazhit, po janë me dëshmi. Po s'kamër nuk ka asnjë të vërtetë tani të mendon ti tani që këta nuk janë patronazhist vullnetar. Jo, janë gjithë vullnetar. Kriminal elektoral. Po jo më zotërisht. Kjo e bën diferencë. Po jo më si që ka kjo. Kriminal elektoral. Donald Trump zgjidhet me po me të njëjtën skem. Po nuk vjen të dhënat e mia. Kush i vodhi dhënat? Ja pra, patronazhisti jo. Çfarë dhënë më thua një dhënë. Jo më ne e bëm publike, krijuam databazin e emigracionit. Emigranti shkojnë në ambasadë për të marrë pasaportë dhe la numrin e telefonit të tij të huaj si numër kontakti. Dhe ati i bie telefoni tani. Jo më nuk i bie. Dhe se di askush tjetër numrin e tij. Jo, ne publikisht. Kjo pra partia shtet dhe jo më nuk është kështu. Është kriminali elektoral. Jo më nuk është. Jo më thua ti, po nuk dëgjoj mua që e kam qenë pjesë e gjës. Ne krijuam publikisht, por jo fshetas, publikisht. Krijuam bazën e dënave të mbështetësve tanë në emigracion. Krijuam bordin kombëtar të emigracionit, ku merrnin pjesë të gjithë drejtuesit politik, të gjithë kryetarët e bashkive mbështetës Partisë Socialiste, të gjithë kryetarët tanë në emigracion dhe krijuam prej një viti databazin e mbështetësve tanë në emigracion. Bravo qoftë, tu jeni legjitim. Puna juaj. Pra, regjistruam njerëzit tanë. Puna është kur të dhënat e mia. Po nuk ja vodhën njeriu. Po fare më kjo është gënjeshtër e madhe. Të dhënat që unë i besoj Ka nevojë të vjet, për çfarë e vodha dhënën? Për çfarë më e vodha dhënën? E vodhe të dhënën. Unë e regjistrova vetëm, atë që e marrën telefon e regjistrova vetë. Ka një njeri përgjegjës që Andi Bushati, unë Blendi Klosi, regjistrova motrën time në Amerikë. Ti s'do marrësh kempin, ti s'do marrësh. Jo s'ka asnjë nga këto. Jo më këto janë prallë me mbret, jo s'ka. Mendona, po ku ti dhamën aty në Amerikë, s'dham bonus të bebit. Dhe kjo. Po mirë më po vota Amerikës, 120.000 vota morëm diasporë. Nuk dhe atyre thamë në... Shumë kollajmë. Po si pra shumë, dhe atyre thamë kempin... Nuk ka ngelur, vetëm unë ka me qindra dëshmi, nuk ka ngelur punojnë si administratës pa u kërcënuar, po nuk sole 10 veta nga diaspora. O, Andi, a me ndonë mërë tje. Ikën nga puna. Po qëfar thua, nga e diti, a i regjistro, mirë dakor. Po keme 10 dëshmi, si nga e dio, unë në këtë vënd e tojnë. Po si e detyron atë në Gjermanit, votoj për Partinë Socialiste? Si? Ma gjenë do të, atë në Amerikë, si e detyron? Unë kam dhe dëshmi personale, ke dhe dëshmi publike. Po s'kamër, a i është... Duke thënë, o vlla, ma jep votën mua të lutem, se mua Blendi Klosi do meqi nga puna Po si do të vërtetoj unë që ja mora votën ati në Turqi? Po ma trego pra, si e vërtetoj? A i që është Andi Bushati në Gjermani, si e tregon votën? E ka pasur votën në shpi? Dhe kjo tregon... Së shumë të një donit të zivronë, po së është këshu. Ju nuk keni vjedhur vetëm shqiptarët, po ju keni vjedhë dhe njëri... Po ju mërë ti lave dojë së dush, as kemi vjedhur, as nuk ishim nevoj të vjedhur. Po s'kemi mërë nevoj të vjedhur, po qa të vjedhur më burë? Keni vjedhë dhe njëri tjetrin më. Po si ta vjedhur më burë? Se unë toj. Po si ta vjedhur? Se si. Po ma trego mërë si i thua ati në Londër, ma voto... Një figur legjendare Partisë Socialiste mundet marri 1/10 e votave të një ministri që nuk i din as emrin. Me një të thjesht, se ky ka administrat që e kërcënon, a i tjetri ka qimësat e kashtës. Pra, ju me këta administrat keni vjedh njëri tjetrin radhë parë, e pastaj keni vjedh e shqiptarët në radhë dytë. Ta thash, lobinjet caktuar, momentet caktuara, janë komplet legjitime, ndodhë gjithë botën, është garë. Edhe në fakt, në qofë se do, edhe një nga arsyet që ne morëm 83 vota, ishe kjo gara jo në brëndshme. Qofë se PS-ja e filloj garën kur dollën listat, PD-ja e mbylli garën kur dollën listat. Ne e filluam garën në Elbasan, Dibër, në Tiran, në Korç, në Lezhë, në Vlorë, e filluam kur dollën listat dhe njerëzit tanë, ato emrat që ti thua të fortët e Partisë Socialiste ishin listapur dhe garonin,
Dërsa Partia Demokratike e mbylli garën. Ti nuk gjeje do të një personazh nga Partia Demokratike jashtë në listën e hapur. Unë nuk besoj... Ne e filluam garën, po sepse... Unë nuk besoj se ka një socialist që po i the kënjef Ervin Hoxhën apo Pandi Majkon, thotë njof Ervin Hoxhën mund të jetë shifë si Bylmetit e lagja ime. Pandi Majkon ka 30 vjetë që njef. Dhe në këtë sistem, kur Ervin Hoxha mund përdori gjithë policin, të gjithë administratën e Ministrisë Brendshme mund dali para Pandi Majkos. Pra ndaj unë them, ju jeni aq patsip sa fillimisht keni vjedhë një tjetrin, e pastaj keni vjedhë shqiptarët. A thash, gara jon u fitua dhe numri 83 shkoj edhe nga gara jon e Brendshme. Ore takzoni urime njërë urime. Mirë më falemderit, mbase më në fundet e laf. Jo me sinceritet, po e the të doli i Brendshme se tani është pro-amerikanë. Është urimi ambasadës amerikane. Për ta që tensionuar. Urimi ambasadës amerikane është fantastik. Po i lëm faret që keni bërë pjesës tjetër të shoqërisë. Ore, keni vjedh njëri tjetrin. Po s'kemi vjedhur pra. Vjedhur është kër ja merë votën, ja vjedhë, nuk ja votën, se e ala me komplet vot tjetër, nuk e kupton fare asë sistem. Ndaj administratës, jo, asë jo, kjo është... Edhe kandidatët për deputet, jo, nuk është kështu, nuk ka kërcënim në administratë. Që donin të kontrollonin votën e tyre, si kishin dyshim se e kishin vjedhë njëri tjetrit, ma aty emocion, pa dyshim ka. Nuk keni të drejtë. Po pa dyshim, jo, pa dyshim ka emocion, ato votat janë të hapura, kamerat janë... Ata dyshonin që kishin vjedhë kolegët. Ju dhe dinani, votat janë të regjistruar, janë publike, kush do i merë, i shikon në sajtë e edhe ata që ishin ngarë këtë e ditë, po prapë, emocioni momentit të qonë atë turbulirën e asaj se. Po me gjithë po të them që nuk ka pasur për arsye, zero arsye, Partia Socialiste të vjedhë i votën. Unë vija takoj atjet e greve urive. Konkurenca Ti ke bërë greve urive për votën, po. Se ja manipuloj atër Saliu. Dhe tani, ti mbështet kryetarit tënë, tua mosapi, se qeneria do meret me ne. Jo, ke gabim. Jo, e ke 100% gabim. Unë hyra në grevurie me 200 bura dhe gra, dhe ka kaluar sot 15 vjetë, se është fix kjo periud ka qëtë, që ne bëm grevën e uris, dhe kur ne ishim në grevurie, Sali Berisha i dogji fletët. Ne ishim votim, a i vajtë i dojgjën lundër. Ishit në të drejtën tu. Nërsa sot, jo vedëm që Partia Demokratike kërkom. Grijet Lerina Gjylameti thot duat i shohë. Po, pa tjetër e ka vidi. Dhe i thot kryetarin dërpite. Jo, ke shumë gabim. I mbyllët të gabim. Në 2021 po të them, unë isha në Berat, fitova mandatin e 5 me 57 vota. E kërkoj Partia Demokratike të parin Beratin e hapë. Berat me Berat ishim, dhe në 2009 Berat i kërkone. Po japni njerëzve tuaj. O e hapur është, nuk diskutohet votadori, numërohen të gjitha, Ore pse të rojë përveç Shqiplerina po pëse më redyshon që do i kërkoj Partia Demokratike rinumrin, do bëhet rinumrim.